Përshëndetje shenja binjakëve, kjo është panorama e interpretimit mujor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria dhe puna. Në gjendjen tuaj personale kemi faqja e monedhave, 5 monedhat, 3 shpatat, drejtësia. Muaj gusht për ju, mund të nis me dëshirën për të investuar te vetja, për të mësuar diçka të re ose për të ndjekur një mundësi që ju duket premtuese. Faqja e monedhave tregon se mund të vendosni themelet e një fillimi të rëndësishëm, por 5 monedhat sugjeron se rruga nuk do të jetë pa pengesa. Për disa nga ju mund të lindë ndjesia se mungon mbështetja, se diçka nuk po ecën sipas pritshmërive, ose se duhet të luftoni më shumë për të arritur atë që dëshironi. Kjo mund të sjellë edhe një zhgënjim ose mund të sjellë edhe përballje me një të vërtetë që nuk është e lehtë për t'u pranuar, siç sugjerohet edhe nga karta me 3 shpatat. Për disa nga ju, kartat tregojnë se mund të ndjeni mungesën e një personi me 5 monedhat, ose të ndjeni mungesën e një etape të së kaluarës. Ky reflektim mund t'ju ndihmojë të përballeni me emocione që ndoshta i keni mbajtur për brenda dhe në fund të merrni një vendim më të drejtë ndaj vetes. Drejtësia tregon se përvoja e muajit mund t'ju ndihmojë të merrni një vendim më të kthjellët, të vendosni kufi ose të riktheni ekuilibrin aty ku ka munguar ose aty ku po mungon. Në tërësi, kartat tregojnë se sfidat e muajit mund t'ju ndihmojnë të shihni më qartë çfarë ose kush e meriton kohën dhe energjinë tuaj. Ajo që duket si pengesë në fillim, mund të kthehet në një mësim të vlefshëm. Kartat këshillojnë të mos merrni vendime të rëndësishme në ndikimin e zhgënjimit, por unë do të thoja edhe të prisni derisa faktet të flasin më qartë. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 6 monedhat, 2 shpatat, njeriu i varur dhe as i shkopinjve që ranë njëkohësisht, në fund 9 monedhat. Në familje, muaji mund të nisë me një energji bashkëpunimi. 6 monedhat tregon se mund të ketë dëshirë për të ruajtur ekuilibrin dhe për të ndihmuar njëri tjetrin. Megjithatë, 2 shpatat sugjeron se një çështje mund të mbetet pezull, jo sepse mungojnë zgjidhjet, por sepse dikush po heziton. Pikërisht këtu marrin kuptim edhe karta me njeriun e varur dhe karta me asin e shkopinjve, të cilët ranë së bashku. Kartat tregojnë se një ndryshim këndvështrimi ose një vendim që është shtyrë prej kohësh mund të sjellë papritur një mundësi të re për të ecur përpara. Pra ajo që dukej e bllokuar mund të filloj të lëvizë. Muaji përfundon me 9 monedhat, duke treguar se kjo qartësi mund të sjellë më shumë qetësi, mund të sjellë më shumë pavarësi dhe stabilitet në marrëdhëniet familjare. Në tërësi, kartat tregojnë se disa çështje mund të kërkojnë kohë për t'u zgjidhur, por sapo të ndryshojë mënyra se si ju i shihni ato. Ka shumë gjasa që të hapet një rrugë e re drejt harmonisë. Kartat këshillojnë se ndonjëherë mjafton të ndryshoni këndvështrimin që të ndryshoj edhe rrjedha e ngjarjeve. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi
Asi i kupave 8 shkopin, kalor si shkopinve 10 monedat. Në dashuri, muaji gusht nis me një energji shumë premtuese. Asi i kupave tregon se zemra mund të hapet ndaj ndjenjave të reja, ose mund të nënkuptohet gjithashtu se një lidhje ekzistuese mund të rifitojë ngrohtësinë dhe afërsinë emocionale. Është një muaj që favorizon sinqeritetin, shprehjen e ndjenjave dhe gatishmërinë për të ndërtuar diçka me vlerë. Kjo energji merr vrull me 8 shkopinjt, duke treguar se ngjarjet mund të zhvillohen më shpejt nga sa e prisni. Mund të shtohen komunikimet, takimet, afrimi me dikë ose zhvillimet që e çojnë marrëdhënien në një fazë dhe në një nivel tjetër. Për disa nga ju mund të nënkuptohet edhe ndonjë udhëtim me kartën me 8 shkopinjt, ose pushime me personin tuaj në një destinacion të caktuar. Më pas shfaqet kalorësi i shkopinjve, i cili sjell pasion, guxim dhe dëshirën spontane për të vepruar. Në fakt, në këtë kombinim kartash, unë do të thoja se kalorësi i shkopinjve nuk është se duket si një energji e paqëndrueshme, por më tepër më duket si shtysa që e çon përpara atë që ka nisur me asin e kupave. Për disa nga ju, kjo mund të nënkuptojë se dikush merr iniciativën për të mos i lënë ndjenjat pezull, pra ju ose personi juaj. Por unë mendoj se mund të jeni ju, sepse kur unë bëj lutjen, nisem nga perspektiva juaj, pra çfarë rezervohet për ju. Dhe prandaj mendoj që mund të jeni ju. Narrativa mbyllet me 10 monedat, një kartë që flet për stabilitet, flet për siguri dhe për ndërtimin e diçkaje afatgjatë. Karta tregon se ajo që fillon me emocion dhe pasion ka gjasa të kërkojë edhe rrënjë më të forta. Në tërësi, dashuria duket se është një nga sferat më të favorizuara të muajit për ju. Kartat tregojnë një rrjedhë nga lindja e ndjenjave, te zhvillimi i tyre dhe deri te dëshira për t'i dhënë marrëdhënies më shumë siguri dhe vazhdimsi. Kartat këshillojnë të lejoni ndjenjat të zhvillohen natyrshëm, pa nxituar atë që koha mund ta forcojë. Kalojmë tek puna. Në punë kemi djalli, asi i monedhave, asi i shpatave, 9 shkopinjt. Në sferën profesionale, muaji mund të nisë me një situatë që kërkon shumë energji, kërkon përgjegjësi ose durim, sepse djalli nuk tregon me patjetër diçka negative, por djalli mund të flasë për presion, mund të flasë për ambicie të mëdha, mund të flasë për një ambient sfidues, ose mund të flasë për një person me ndikim të fortë në jetën tuaj profesionale. Mund të flasë për shumë gjëra, për zemërim, për varësie, për shumë gjëra të tjera. Pikërisht në këtë atmosferë është shfaqet asi i monedhave, duke treguar se mund të lindë një mundësi e re, një ofertë, një projekt ose një fillim që ka potencial të sjellë rezultate konkrete. Kjo mundësi shoqërohet nga asi i shpatave, i cili sjell qartësi mendore, sjell një ide të fortë ose një vendim që
e ndryshon drejtimin e ngjarjeve. Karta tregon se ju mund të kuptoni më qartë se çfarë dëshironi dhe çfarë nuk jeni më të gatshëm ose të gatshme të pranoni. Dhe ka shumë gjasa që edhe ta komunikoni këtë fakt. Muaji përfundon me 9 shkopinjt, duke treguar se edhe pse rruga nuk është pa sfida, përvoja e fituar ju bën më të fortë ose më të forta, më të kujdesshëm ose më të kujdesshme dhe më të vendosur ose më të vendosura për të mbrojtur atë që keni arritur ose atë që mezi e keni arritur. Në tërësi, kartat tregojnë se presioni i fillimit mund të shndrohet në një mundësi të rëndësishme. Vendimet e marra me qartësi dhe këmbgulje mund të krijojnë baza më të forta për të ardhmen. Kartat këshillojnë të mos lejoni që presioni t'ju bëjë të humbisni nga syt mundësitë që mund të hapen përpara jush. Sfida e muajit për ju është karta intimiteti. Intimiteti ju sfidon të hiqni dorë nga mburojat emocionale dhe të lejoni që besimi të ndërtohet hap pas hapi, sepse ndonjëherë afërsia e vërtet lind kur guxoni të tregoni edhe anën tuaj më të pambrojtur. Pra kur bëheni vulnerabël ose vulnerable. Por kjo kuptohet, pra jo të ekspozoheni ndaj rrezikut. Bekimi i muajit për ju është karta durimi. Durimi thot se gjërat më të vlefshme nuk ndërtohen brenda natës. Ajo që rritet me kohë dhe përkushtim ka më shumë gjasa të jetë e qëndrueshme dhe të jap fryte afatgjata. Paç.